Një 30 vjeçar është shpallur në kërkim nga policia e Pukës pasi dyshohet se kultivonte dhe ruante i armatosur një parcel me 120 bimë të dyshuara narkotike në fshatin Kudurboj. Sipas policisë, gjatë kontrollit të territorit, efektivët konstatuan parcelen e mbjellë me bimë narkotike. Në afërsi të saj u pikasa dhe një person i armatosur, i cili sapo vuri re praninë e policisë u largua me shpejtësi, duke mos u bindur urdhrit për të ndaluar. Një prej punonjësve të policisë qëlloi në ajër për të paralajmëruar, por i dyshuari arriti të largohej duke përfituar nga terreni i vështirë. Pas veprimeve hetimore, policia identifikoi autorin e dyshuar me iniciale KL 30 vjeç, banues në Kudurboj të Pukës, i cili është shpallur në kërkim. Ai dyshohet se kishte kultivuar bimet narkotike dhe i ruante ato i armatosur me armë zjarri. Kontrollet për kapjen e 30 vjeçarit vijojnë, ndërsa materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Shkodrës për veprat penale e kultivimi bimëve narkotike dhe mbajtje pa leje, si dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit.